Ju e dini që Kryeministri është takuar me kryetarin e LDK-s Huttin Abdi Gjiku në ditët e kaluara. Besoj që po vazhdojnë angazhimet e tij për të gjetur një zgjidhje edhe jam e bindur që angazhimi i tij do të jetë maksimal që vendit t'i ofrojmë një president të zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Kosovës në këtë legjislaturë edhe të shmangim edhe një palë zgjedhje të reja. Unë mendoj që në qoftë se ka vullnet për ta zgjedhur presidentin Albin Kurti, atëherë zgjedhja është e lehtë. Qoftë se nuk ka vullnet për ta zgjedhur presidentin, ai do përpiqet ta akuzojë opozitën që këta janë fajtorë që nuk u zgjedh presidenti. Tani, cila është arsyeja, ne po e dimë dhe tani nuk duhet të nalem në kritika sa i përket politikave dhe politikave të qeverisë së Kosovës në shumë raporte, por për këtë çështje fajtor zgjidhet presidenti, nëse nuk zgjidhet presidenti është Albin Kurti, nuk është dikush tjetër. Nuk e di unë, ai e din. Ai ka bë takime dhe po bojnë takime 8-8. Dhe tani përveç konferencave për shtyp dhe informatave që mlidhen tak-tuk aty, nuk ka diçka realist. Në qoftë se nuk ulin komisionet ose nivelet, pse mos më ul krejt kryetarët e partive, njëri me tjetrin me bisedu dhe me trajtu temën. Me trajtu temën qysh duhet, me idenë që me kriju institucionin e presidentit, me gjetë atë që mund të atë kryu detyrën e tij, jo diken që donë mi bo konkurencë, jo diken që donë me qenë pengesë në ato, veçanërisht në politikën e jashtme, me idenë që kushtet me ushty me njëri tjetrin se kush është më i fuqishëm dhe kujt jep fuqi më shumë kushtetuta për politikë të jashtme. Nga njëherë duhet pa se a thu kush ma dha këtë mundësi. Dhe mundësinë e ka marrë nga vetëvendosja dhe përplasjet, po mendoj që i ka pas me vetëvendosjen. Prandaj unë po besoj dhe jam shumë i bindur që në qoftë se Albini është interesuar të bëjë ta zgjedh presidentin e Kosovës, mundësit i ka, që të bashkëpunoj me opozitën, bashkëpunoj me partitë politike për ta gjetë një person i cili është i pranueshëm për gjithë. Unë po mendoj që këto takime po organizohen për mos gjetë zgjedhje në fakt, sepse e kuptojmë tashmë politikat e zotit Kurti, se ai dëshiron të ketë gjithçka nën kontroll dhe tash dëshiron ta ketë edhe pozitën e presidentit dhe pikërisht ne e kemi thonë hapur se don ta kap komplet shtetin, ka orë në pushtet me teorinë e çkapjes së shtetit, ndërsa po e shohim se ka kap çdo borx, çdo agjencion edhe çdo digaster të qeveritor, duke rritur edhe numrin e digasterëve, duke rritur edhe numrin e ministrive, edhe ajo çka sot u diskutu, si do të monitorohen për shembull ligje të ndryshme ku tash ndohen bindesh me digasterët, sepse një digastere ka një ligj dhe tash ne s'mundem me monitoru ligje veç nëse bom 3-4 komisione bashkë me monitoru një ligj, me posa apo zbatohet në praktik, dhe po e shoh që s'ka ndonjë zgjidhje, sepse krejt qëllimi është i këtij organizimit të ftesave që po ju bëhet, duke aluduar, sepse nuk e di se çka është diskutuar brenda, duke aluduar edhe në takimet paraprake, kë dëshiron ta zgjedh një president që është i lëvizjes vetëvendosje dhe tash tendenca që para opinionit thotë që ne po organizojmë takime, po i ftojmë partitë opozitore që të jenë takim, thjesht janë populizëm, sepse në fakt nuk dëshiron të jap pozitën e presidentit për asnjë parti politike, edhe fojën
nëse shkohet në zgjedhje të reja, do të thonë për 15 muaj 3 parë zgjedhje parlamentare e ka lëvizja vetëvendosje, duke e ditur sa është buxheti dhe sa buxhet shpenzohet për organizimin e këtyre zgjedhjeve, normal që fajtori kryesor është Albin Kurti dhe dëshiron të metë pa mbikëqyrje, sepse ju e dini që gati 1 vjet ai pa e mban pozicion, e ka mbajt pozicionin e kryeministrit në detyrë, duke mos pas mbikëqyrje parlamentare. I konvenon të mos ballafaqohet me deputetet, mos ballafaqohet me partitë opozitore qoftë në kuvend, qoftë në komisione parlamentare dhe dëshiron edhe me këtë rast të organizojë zgjedhje edhe ta shtyjë mandatin si kryeministër ose ta shtyjë zhvarritjen që Kosova të mos ketë stabilitet as ekonomik, as politik, as gjatë tjetër.